E para, kjo kategori e vepra penale është një ndër kategoritë e vepra penale të krimit ordiner, pra të vrasjes klasike, dhe shkrihet në Kodin Penal të Republikës Kosovës në nenin 173 dhe do të konsideroj që mund të kualifikohet si vrasje e rëndë dhe dënimi është jo më pak se 5 vjet dhe mund të shkojë deri në burgim të përjetshëm. Megjithatë, duhet parë edhe profilin e kryqësit apo të dyshuarit aktualisht, i cili edhe nga kodin për të mitur të Republikës Kosovës kategorizohet si madhor i ri, pra të që e thatë edhe ju në fillim se është shumë i ri, dhe në kuptimin psikologjik mund të konsiderohet jo tërësisht i papjekur, sepse madhor i ri, si mas kodit për të mitur të Republikës Kosovës, shkon deri në moshën 21 vjeçare. Megjithatë, vrasja është e rëndë, i shpreh ngushëllim e familjes, është vepër ordinere, prandaj edhe shtetet edhe vendet edhe popujt e kanë rregulluar me kode penale këtë fushë, sepse nuk mund të themi se ka qenë shkak TikTok, por megjithatë profili i të rinjve në Kosovë është shqetësues, edhe armbajtja pa leje, pra posedimi i armëve pa leje të rinjve në familjet e Kosovës është një dukuri shqetësuese e cila duhet të trajtohet nga institucione tjera përgjegjëse, siç janë brenda Ministrisë Drejtësisë, Ministrisë Punëve të Brendshme, Shërbimit Sprovues, por edhe Policisë të Kosovës, sepse unë mendoj që në Republikën e Kosovës duhet të ketë ose një, si me thonë, ose një thirrje për t'i dorëzuar armët, sepse flitet që janë qindra mira armë të vogla, pra revolver apo jo të luftës, e që janë shumë dhe ato pastaj po binë në duart të rinjve dhe normalisht që dy të rinj në 20 vjet mund të dyshohet që mund t'jetë për xhelozi, dashnie e tjera. E kuptoj. Mirë, Kosovë, në cilat ka qenë rrethana kur ka ndodhur ngjarja? Ku ka ndodhur? Ka qenë në mbrëmje, ka qenë herët në mëngjes, në ambiente shkolle, shumë pranë ambienteve të shkollës, në shtëpinë e njërin prej të rinjve. Na bëj vetëm një rezume. Jo, realisht ka ndodhur një nga rrugët e Vushtres, pra një nga rrugët kryesore, po them, të qytetit, në rrugën Galip Badivuku. Ngjarja ka ndodhur mbrëmje goxha vonë, dikun në bazë të asaj çfarë është thënë edhe njoftimi i policisë, rasti ka ndodhur dikun rreth orës 20:30 apo 35. Po është një orë që frekuentohet nga kalimtar? Nuk ka qenë kohë as që mund ta lidhim. Po me gjas, po sepse tani nuk e kemi shumë idenë sa e frekuentueshme është, duke pas parasysh se ta kemi parasysh Flori që Vushtria nuk është ndonjë qytet shumë i madh. Po, e vërtetë është. Edhe nuk është se ka ndoshta ndonjë, po them, gjallëni të madhe. Megjithatë, ideja është një rrugë dikun jo shumë larg qendrës së qytetit, dhe me gjas ka pas edhe kalimtar, sepse në bazë të asaj çfarë thënë pak a shumë nga policia, ka pas edhe dëshmitar akular që janë intervistuar për rastin. Tani mbetet e shihet si ka shku gjithë kjo, por ideja është ajo çfarë dua të them